Për të hekurave, është një, do më thënë, nuk du ta quaja që është thjesht një shfaqje, nuk është thjesht një shfaqje, po është një përballje mes lirisë dhe zhdukjes, mes mendimit dhe dhunës. Sot, miqdashur, do të flasim për një nga tekstet më të forta, më të fuqishme të Kadares, që vjen për herë të parë në skenën e teatrit shqiptar këtu në Shkup, dhe një regjizor që nuk i shmanget për plasjes me të vërtetën e hidhur që ka ndodhur diku. Me ne sot në studio, regjizori i mirënjohur nga Kosova, Naser Shatrolli. Naser, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, më emocionuat me këto fjalë të mira, faleminderit shumë. Gjithsesi do të emocionohemi edhe më shumë kur do dalë produkti final, por gjithsesi ne për sot e kemi si qëllim që të prekim këtë mbi punën tuaj që po e bëni këtu në Teatrin Shqiptar në Shkup. Por përpara se të kalim tek puna, i kemi temat e ditës që i do ta diskutojmë. përcaktojmë. Shumë shpesh edhe i përshtatim edhe me të ftuarit tanë, mirë po qëllimi është që gjithmonë të prekim ato temat më sociale që mendoj që të gjithë ne i dim, ballafaqohemi me to në baza ditore, po ndonjëherë kemi një perde, do ta quajmë. Kemi një barierë kështu që nuk e shohim. Në këtë rast e kemi shndruar në hekur, në grila. Tema e ditës së sotme që e kemi përcaktuar është pikërisht se a jemi me të vërtet të lirë, apo jemi thjesht më të bindur. Do të thënë bindemi me ideologjitë që na shfaqen. Është një temë shumë me një këmbë shumë e gjerë. Varet kush ku e sheh veten. Si e jetoni ju lirinë sot? Unë mendoj se jemi edhe të lirë, po dhe të dëgjuar. Të dëgjuar shumë kështu. Jemi të dëgjuar. Kështu që nëse gjithmonë ndërlidhet drejt për së drejti interesi personal i individit me interesat e tij shoqërore, sigurisht që është e pakapërcyeshme të mos jetë i dëgjuar individi. Fakti që rrethonat janë ato të cilat sigurisht ndikojnë, po flasëm për fushën e kulturës. Ka shumë individ, shumë krijues, shumë artistë që janë të lirë dhe nuk janë të dëgjuar shumë. E kanë, si thosh, atë vizionin e tyre. Rebelët i quajmë ne ato. E pjesa e rebelëve. E kanë, si thosh, përfaqësojnë, e kanë kurrizën e tyre, unën e tyre dhe i kanë pikpamjet e tyre karshi çdo lloj situate dhe munden edhe të mos jenë të realizueshëm mjaftueshëm në fushën e tyre artistike, përfshirë të gjitha fushat, me që unë merrem edhe jo vetëm me fushën e teatrit, po merrem edhe me arte pamore, me këto tjerat. Kështu që unë i veçoj dhe i vlerësoj këto kategori të cilët kanë, si thosh, integritet, kanë identitet në atë çfarë përfaqësojnë. Në atë çfarë përfaqësojnë. Është shumë e vështirë të binden këta. Ata i binden detyrës, i binden, si thosh, synimit, vizionit edhe talentit të tyre, dhuntisë të tyre dhe asaj që ka përqojnë ata karshi rrethana dhe qofshin ato politike, qofshin ato shoqërore, sociale të tjera. E kam një pyetje që po ndërlidhet shumë mirë pikërisht me artin, se kur flasim për artin, ne e dim që arti është, domethënë, shumë dimensional, është liri e plot, mirë po, a mendoni që pikërisht në art, si regjisor, si aktor, si pjesë produksionit, postproduksionit të filmave, kështu me radhë, a mund të themi që liria vjen me një çmim, sepse unë po mendoj që njerëzit nuk janë aq shumë të lirë, pikërisht sepse po ju kushton shumë fjala e drejtë për ato që po luftojnë. A mendoni që liria sot ka një çmim që duhet paguar, duhet sakrifikuar? Gjithmonë ka kostën. Fjala që quhen ju fjala lire, ka një kostë mbrapa vetvetes, jo vetëm me sot. Historikisht. Kemi personazhe të rëndësishme qoftë nga dramaturgjia botërore, qoftë nga letërsia në tërësi, që fjala gjithmonë ka pas një kost të vet, por megjithatë ne i marrim për bazë ato personazhe, nuk i marrim ata të cilët kanë qenë të dëgjuar, por i marrim ata të cilët vërtet ato fenomene që kanë bën, ato fenomene që përmendi, domethënë dritroi ai rebelizmi artistik, që gjithmonë është gjendur në për situatat të ndryshme edhe të vështira, por edhe me një, si thosh, me një farë stabiliteti kështu ta quajtë përgjithshëm. Mirë po, Ballkani është i njohur për këto situata, thjesht nuk është lehtë me kapërcy atë filozofinë e komunizmit. Është dikun mbrapa perdesh, është dikun manovron, si thosh, gryen. Frymon, mirë po. Kështu zhvillimi ka ecë, jeta ka ecë, ka evolu, ka një farë lirie të jemi të sinqert në një kontekst ma të gjanë, kështu
është një liri në gjithë rajonën, kemi fillu si thosh një vedije më e madhe, është një emancipim më i lartë, krejt këto janë gjatë të mira, janë dimensione i mirë me që synojmë Evropën e Perëndimin, por ka më shumë punë që të bëhet sepse kemi pas fërkime të mëdha këtu. Vigjilencë më shumë dhe mendje hapur, të jemi të gjithë. Është Unë do doja si thot edhe të vdekja e Dantoni, gjithmonë revolucioni i han bitë vet. Dhe do doja të kthehesha tek temat të cilën po e diskutojmë edhe po për punën dhe qëllimin që jeni këtu, sepse ju realisht nuk keni sjellë vetëm një tekst në skenë, por keni bërë një përplasje mes dy boteve. Atë të Kadares dhe Ukshin Hotit. Çfarë ndodh kur letërsia takon filozofin në kushte burgu? Unë jam mirënjohës atyre që më kanë ftuar për këtë projekt. Vërtet është projekt serioz, të jemi sinqert. Është i frikshëm. Edhe i guximshëm shumë. Unë po i friksona, vazhdimisht po i friksona, çdo ditë po i friksona më shumë, sepse është projekt gjithkombëtar dhe është një vepër unike, po Ukshin Hoti është akoma i zhdukur, nuk e din askush. Thotë nuk dihet fati i tij akoma. Nuk dihet fati i tij, nuk dihet, nuk kemi asnjë lajm se ku mund të jetë trupi i tij, ku mund të jenë neshtrat e tij, ose a mund të jetë i gjallë. Von ka akoma këso lloj shpresa, dilema. Në anën tjetër është një personazh i letërsisë, domethënë i letrave shqipe, Ismail Kadare, që ka shkruar këtë, i ka dedikuar këtë vepër ekskluzivisht, si thush për ta krijuar një jetë më të fuqishëm në botë, në Evropë dhe në Amerikë, në kuptimin e lirimit atij njeriu. Do thënë, korrespondencë nuk e di, a janë takuar këta dy, kështu janë ballafaqur? Nuk janë takuar, po gjithë komunikimet ka qenë korrespondenca ka qenë me letra. Por letrat e ka ditur Kadareja që dikush i lexon për ndërkombëtarëve. Patjetër. I ka ditur që mund është bërë si një shtek për të zhurmuar për çështjen e të koduar, do të thoya. Letrat kanë shkuar, kanë hyrë fillimisht se unë pak domon motivet janë tek vepra e Kadares, por motivet janë edhe tek sigurisht që keni bërë tek hulumtim të vepra shumë. e Ukshin Hotit, se ka një vepër voluminoze, jashtëmase e fuqishme, filozofia politike e çështjes shqiptare. Dhe unë domon kam marrë materiale edhe, domon motive edhe andej edhe këtej. S'mjaftonte vetëm kjo pjesa që e korrespondencës, si thush, mes Kadares përmes letrash dhe Ukshinit, që ja kthen letrat, por unë kam marrë edhe elemente pikpamje të Ukshin Hotit në kuptimin e kësaj që ka po diskutoni ju, kësaj lirisë dhe filozofisë së përgjithshme se si e sheh ai në kontekst politik botën shqiptare të rrethuar nga karakter. Në hyrë në karakterin e tij. Kështu që unë kam pas dilema me vetveten si ta trajtoj, si ta shtroj në teatr. Këto janë pyetje të cilat do i bëjmë pak më vonë, sepse i kemi skenarin. Kështu që i falenderoj, po them Ismet Ramadanin, drejtorin, artistin, pedagogun edhe Ylber Murtezin, ata janë iniciatorët që kanë marrë për ta shtruar këtë vepër dhe ata më ftuan mua dhe unë sot jam bashkë me ta. Jemi në proces të punës vazhdueshme, përditshme. Nuk jemi larg premierës, por vërtet akoma kemi shumë punë dhe unë shpresoj që do ta kemi shumë afër premierën dhe uroj që ta gjejmë atë komunikimin e drejt për drejt dhe ato ndjesitë, ato nostalgjitë dhe ato gjërat të cilat audienca nuk i din. Urojmë që t'i shpalosim dhe t'i themi në një mënyrë modeste, artistike, nëpërmes skenës për këtë personazh që është vërtet alegorik, është shumë filozofik, është shumë njerëzor, sepse është njeri e para e punës, por njeri me shumë botë kuptime, me shumë komplekse. Cilin urojmë që të dihet sa më parë fati i tij, sepse ka edhe shumë familjar, shumë njerëz të cilët kam disa informacione. Babai im kanë qenë student bashkë, kanë qenë në Zagreb, edhe tregonte që nuk ka pas protesta, organizime për padresi, që Ukshin Hoti nuk ishte bajraktar. Ka qenë organizator. Në çfarë lloj proteste ka qenë bajraktar? Edhe në Zagreb, ka qenë edhe në Vietnam ai organizatori protestave. Edhe në Vietnam. Është shumë studime ka bën aseri shumë studime. Kam hyrë krejt. Që po. Nëse shfaqjen e ke ndërtuar mbi teatrin e absurdit. Ashtu. Si të duket realiteti ynë? A është aq absurd sa që nuk mund të shpjegohet ndryshe?
Unë jam, si thush, Flasim për realitetin sot, Jeta sepse artistike. jeta e Ukshinit, për shembull, për momentin, ne kemi shumë institucione që akoma nuk mund të bëjmë kërkesa. Nuk e di çfarë ndodhen me këta. Në përgjithësi të flasim. unë e kultivoj absurdin, të jemi sinqert. Unë jam në këto I lindja. thari i Domethënë, stilit këto absurd, lindja. po. Unë nuk dal për te kësaj filozofie, se më duket që më jap shumë mundësi që të them diçka autoriale, ta shoj kushtimisht. E ndjek këtë farlinjen e elementëve që thjesht mund provokojnë thellë dhe pastaj ato i përdorin si alegori, si simbolika, si metafora në një kontekst ose në një rrethon caktuar që e shtrojmë brenda një vepre. Në rastin e Ukshinit, unë e kam analizuar e komentuar, ajo është krejt konkrete, është krejt bisedë përmes letrash pyetje përgjigje, dhe nuk më mjaftonte që shkoja konkretisht në këtë lloj linjash, sepse si përgjigje është situatës së atij personazhi që ishte shumë problematik. Ne nuk e dim se si është jeta realisht në Burg të Nishit në vitet 97 kur ka ndodhur kjo, dhe ajo çfarë e shohim ne nga jashtë. Kështu që vetëm absurde e kam duke analizuar thellë kam kuptuar që mundet me trajtu këtë lloj teme dhe këtë lloj problematike një njeriu pse mbahet në Burg në një rrethon kur pse shoh për shembull Serbia, pse ka pa aq të rrezikshëm këtë njeri nëse nuk do të ishte në Burg, po do të ishte i lirë për aq sa kishte liri ose mundësi që të veproshte në Kosovë. Kështu që kjo mua është përgjigjur jashtëmase në domethënë trajtesa në aspektin është dramë tipike krejt artistike, të jemi të sinqert. Kam marrë element, kam citu element historik që nuk mund të ikë datave, numrave, shifrave, që të janë fakte historike që vetë Ukshini i përmend që unë nuk guxoj të ikë atyre sepse ai ka prej analizës të madhe që i ka bë gjithë opusit filozofik botëror, domethënë citimet i ka krejt botërore të autorëve më të fuqishëm në të gjithë rrezullin global, kështu që këto data unë i kam përdor, ama pastaj shtruarja aspekti dramaturgjik është gjithçka që është e imja në kuptimin që jam autori asaj çfarë do të shihni ju në premiere, kam edhe një hetues të cilin ai nuk ekziston në këto korelacione të komunikimit, por ata kam shpikuron gjithmonë. Personazhi imagjinatës që ne ke bërë fiktiv të jetë prezent. E kam bërë prezent sepse nuk mjaftonte vetëm me dy personazhe. Këtu është Ylber Murtezi, Genci Mirzo, edhe Visare Temi. Visari është gardiani. Gardiani hetues bashkarisht, të dyja i bën. Gardiani dhe hetuesi. Kur ka nevojë me maltretues gardian. Dhe Ylberi është në rolin e Ukshin-Hotit. Figura e Ukshin-Hotit është një figurë qendrore, miqdashur. Një njeri që të gjithë e dim sepse u zhduk pa gjurmë, historia fati i tij. A është kjo një shfaqje, një përpjekje për ta rikthyer nga harresa institucionale? Është edhe evokim, është edhe një lloj testamenti i mirë për një personazh të madh të botës shqiptare që pse mos ta kujtojmë. Po sepse ndonjëherë kemi një amnezi kolektive në përgjithësi, si shoqëri, fatkeqësisht. E kemi këtë. Është edhe kjo. Do të duhet që të kujtojmë. Është edhe ky dimension është i pa kapërcyeshëm se përfshirë Ukshinin janë mbi 1600 persona të zhdukur, mosha të ndryshme, që janë njerëz të gjithë meritojnë ato familje me i ratu, si thush, ndjeshmëritë e tyre shpirtënore edhe mendimet e tyre të përditshme dhe gjumin që ta kenë më të qetë që t'i mbyllin varet për këto njerëz, për këto personazhe të zhdukura pa një adresë caktuar. Por fati Ukshinit është i dhimbshëm se në ditën e fundit kur e mbaron Burgun, është fatkeqësia më e madhe dhe këtu është ajo. Dita e fundit që mbaron Burgun dhe prej aty ata vjen fati i të tij. dielën. Ata lirojnë të dielën, i thojnë për ta falim një ditë. Një ditë dhe nuk e lirojnë në ditë. Do dhe një ditë përpara, Po, e lirojnë një ditë përpara. Sepse familjarët e kanë pritur ditën e nesërme, për shembull. Dita e nesërme ka qenë ditë pune dhe nuk ka qenë lehtë ndoshta që të zhduket. Por e kanë nxjerrë në ditën e diel kur nuk punohet, institucionet nuk punojnë. Nuk ka askund në botë, burgje ose kudo qoftë që lirohen njerëzit të dielën kur të gjithë janë pushim. Aty vetëm roje ka ato të cilët e kryejnë detyrën dhe kjo domosdoshmë ka qenë një skenar i skenari edhe ky ka ditë se unë e kam përdor, këto identike kam përdor se ku po më çoni sot është e diel.
Do e kam dje. Po e kanë dje, e ka di që nuk do të shkojnë në shtëpi dhe i thonë po të shkojnë në shtëpi. Je i lirë, do të shkosh në shtëpi dhe ne po të përcjellën edhe e kanë pa mandej edhe të burgosurit e tjerë që e thonë këto duke dalë dhe pastaj maj kur ka dalë 2 të tjerë se 3 kanë lëshuar ato 2 të tjerë janë gjetur të vrarë. Të vrarë. Po, ama ky është i... Kjo akoma nuk dihet se çfarë ndodhet me... Sa ka qëndru në burg? Po në burgun e Nishit i ka 5 vite, në vitet 81 për demonstratat e 81 është denu 9 vite, pastaj ka qenë izoluar në fshatin e tij, atje ka qenë në kontroll krejt, po dikon afërsisht 14 vite. Llogaritën në total edhe me izolimin çfarë ka pas burg shtëpiak edhe me burgjet e përgjithshme që i ka kaluar në për të gjitha burgjet në Serbi dhe në Kosovë. Sa në Dubravë, në Kosovë është zhdukur. E kanë kthyer nga burgu i Nishit. Në Dubravë, e kanë kthyer në Dubravë, nuk e kanë zhdukur, atje po e kanë zhdukur këtu në vendin e vet. Kjo është domthonë skenar shumë i sofistikuar. Sigurisht që keni bërë gjatë studimit tuaj, gjatë analizave të shumta keni lexuar. Më thuaj çfarë ke zbuluar dhe i gjë që nuk e din opinioni? Ka ndonjë gjë të hidhur të vërtet? Fillimisht unë peshën e njohurive dhe thellësisë tina, pikpamjet e tina janë jashtëzakonisht i përmbushur që i kam lexuar dhe kam kuptuar në thelb në esencë kush është potenciali i tij dhe kush është fuqia e tij dhe pse kundërshtarët e tij janë friksuar dhe nuk e kanë lejuar që të jetojë. Kjo tregon që vërtet ka pas një botë kuptim ndryshe prej të gjithë të tjerëve. Ka momente të bukura që i tregon me thjeshtësinë se thosh më të kurorzuar kështu është kurore e thjeshtësive i tregon disa momente për aty në burg se si ndodhen letra kanë hyrë përmes pites. Nëpërmjet pites. Po çfarë mënyre? Është një llapjan, unë e kam përmend qëllimisht se unë jam i llapit. Dhe do të thënë nëpërmjet petës, pites që thuhet, janë fshehur letrat se nuk i kanë leju me hy, fillimisht nuk i kanë leju. Organizatat Amnesty International, Natasha kanë dhe që këto kanë diku, kanë provuar që t'i fusin letra dhe nuk janë leju njëherë. Kanë thonë nuk mund t'i, se mund ndikojnë negativisht këte janë dhe kanë bo analizë. Dhe të ne, një Is Murati nga Dumnica Llapit, që shë thotë edhe vetë u Kshinoti, i vija ati ndërmend dhe e sjellin pitën gruaja e tij ose kush ja ka organizuar nuk e di, sa është shkruar në libër kjo. Aty edhe futen letrat përmes pitës, pozinën, ndërkohë ato i zan këta dhe e përshkruan në mënyrë me sarkazëm, përshkruan thotë letrat i zënën, thotë por pitën e shijuam. Wow. Se si shumë të rëndësishme. Në kuptimin që e ka shiju tokën e vetë, e ka shiju erën e nanës vetë, e ka shiju erën e familjes vetë, se ato i kanë mungu gjithmonë dhe kur ja ka një erën pitet, kjo nuk kupton që... Me një në asociacionet që kaluarën. Me të vërtet po pitja e ka një aromë shtëpie. Exactly, a i ka folë gjithmonë me terma filozofik, pra ndaj nuk ka një letë me zbërthyje, me dekodu, me deshifrue. Qenë ka mirë që herën tjetër që të gjithë ne kur hajmë pitet, të pak në vetëm ta përkujtojmë një personazh të tillë. Unë me pitën e kam fillu shfaqen, sepse është e jona. Është diçka që nana jam, atje ndjes pas, nana e Ukshinit, familja e tij, motra e tij që ka shit tokë e shtëpi për me gjetë vllaun e vet. Domethënë, njerëz të Kosovës kanë bërë ka të tillë që kanë bërë shumë për atë njerëj. Ndoshta akoma do të bëhet edhe më të ej që të themi diçka konkrete që se e përmend një varr të hapur atje është një sentencë e bukur që e kam fut në dramë, s'kam pas se si më stafos, i thot hetuesit gardianit, i thot po ma kujton, aje maltreton, thot po ma kujton, thot një fshatar atje dikun në një fshat Kosovës, që mundohështë të mi andresh dritat traktorit, për me ndryshu një varë të hapur, për cilën nuk e dinim se për kë ishte hapur ai varë. Edhe kam emocion, se herë flas për këto gjana, janë diçka që janë unike, janë universale dhe janë të pati kalueshme këto frazat e tina se
ato gropa i kanë hapur. Simbolik, shumë e dhimbshëm, po nuk e di se kush do mbi të të gjitha kush do ta gëzoj fatin e nuk është shumë mote. Unë këtë shumë shpesh e them kur flasim për edhe për sakrificat edhe për luftrat e shumta që i kemi përjetuar si popull, nuk janë edhe mati, domethënë është mirë që sa jemi herët të them kështu ti përkujtojmë, ti mbajmë të kemi edhe drama të tilla, të cilat i paraqesin storje që kanë ndodhur që ndoshta më përpara nuk i kam dëgjuar, por tash kam kënaqësinë ta shoh në shfaqje. Unë do doja ta pyesja sepse ka një proces shumë të vështirë, shumë guximtar. Më thuaj, kush është më i forti? Sistemi që shtyp apo mendimi që reziston? Kush dhe në pak shumë këtu? Sigurisht që filozofia o këshinotit do të mbetet sa tjetoj njerëzimi, është e vërtet, po është i fort edhe sistemi gjithmonë, sepse ai të shtyp. Ti sado që i reziston një i fuqishëm. Tek pull. Dhe vjen një moment kur ai e kupton që s'po të mund edhe të zhduk, në këtë rast e kanë zhduku këshinin, por ka mbetur ajo potenciali i tij, ka mbetur mesazhet e tij. Aje ka një, unë e përmbylli, shfaqja përmbyllet me një shprehje të bukur të tij, thotë, unë kur nuk kam qenë në Shqipëri. Thotë edhe pse jetoj në kufi me Shqipërinë. Thotë kam mall shumë për ata njerëz, për muzikën e tyre, e qet në planin personal. Ndel edhe në ato që ka quhet njeri, në nevojat e tij personale. Mirë po thotë, shembja e murit të Berlinit dhe dalja e ushtrisë qëllimtare të Kosovës në skenë, se për mu ka qenë shkarkesa më e madhe psikologjike një jetë. Shkarkesa? Po, shkarkesa më e madhe. Nëse gjithë këtë kam mbajtur në vete, deri momenti që dolëm. Një filozof si ai, edhe ai ka pas dilemat e veta, a do të ndodhë diçka për cilën ai është sakrifikuar dhe po humbet, po vdes. Do të thonë një jetë me ankth gjatë gjithë kohës. Një jetë gjithë kohë, kështu që po është një personazh i pakapërcyeshëm, mendoj, është një potencial e përmendet, ka shumë elemente të cilat kam dëshirë vetë audienca me ardhë, me i shiju dhe me i marrë se cilin në mënyrën e vetë. Do të kemi shumë shikues ta ndjekin këtë. Shumë, edhe me presim ta shohim në fakt premierën, po unë du ta di pak edhe pikpamjen tënde personale se cili është qëllimi yt me këtë shfaqje. Të shkon në një tour, të them kështu, në një turne, cili është qëllimi, përveç se mesazhi më marr nga publiku, por qëllimi personal si regjisori një shfaqje të tillë. Qëllim jetik, parsor, në këto 30 vite teatr është që kjo premierë të dalë mirë. Dëshira ime, domethënë krejt atë energjinë time, krejt atë potencialin tim, dëshirat e mia dhe punën e pandarshme, 24 orë jam duke menduar me shkrim në këtë projekt, se ndjej detyrim edhe obligim ndaj atij personazhi, ndaj atij njeriu, që të paktën të jemi serioz karshi asaj teme që po e trajtojmë dhe ta themi në mënyrën tonë, gjithsesi. Nuk po them se se akoma nuk e di se si vërtet do jetë finalja. Unë dëshira është gjithmonë që të jetë e pranueshme në relacion me audiencën. Shpresoj shumë. Aktorët janë të mirë, të jemi të sinqertë. Teatri është i konsoliduar, ka një histori të vetën ky teatri ju i këtu. Unë kam përcjellë edhe shumë shfaqje tjera dhe kam pas shumë projekte të mira në këtë teatr. Është fatmirësi që këtu kanë punuar regjisorë të famshëm, të mirë, qofshin 76 vite teatr. Maqedon, qofshin bullgar, qofshin shqiptar, qofshin domosdoshmë të gjitha janë një mix akademik është brenda kësaj strukture dhe kësaj godine, kështu që i falenderoj gjithë aktorët, vërtet, e falenderoj Ylberin për zemërsisht Myrtezin, e falenderoj Genci Mirzën, e falenderoj Visar Etemin, Ismet Ramadanin dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tjerë, është kompozitori, është Plearat Gashi, është Emira Jumeri, kostumografe, është Bujar Muqa që kemi punu një skenografi jashtëzakonisht shumë simbolike dhe shumë e intriguese për mendimin tim në relacion me ato çfarë flet vetë pralla tema e kësaj që zhvillojmë në kuadër të kësaj platforme të përgjithshme, por edhe gjithë stafi teknikët, Ibroja që ka punu vazhdimisht dhe punëtorët që janë tash në këto ditët e fundit, kredo në janë bashkuar në proces, janë mobilizuar. Prapavia është shumë funksionale, është jashtëzakonisht të mirë janë. Të gjithë janë
vinë më sjellin kafe. Vetë punëtorët, veç thojnë, regjisorët ta kemi sjellë një kafe. E kemi shprehje edhe ja sjellin Detroit kafe në mëngjes. Edhe Valbona, E kemi edhe uljas. shprehje, po. Unë do doja që me që jemi edhe 4 minutat e fundit, do doja t'ju pyesja. A do të ketë momente gjatë shfaqjes që publiku më shumë ta ndjej heshtjen se sa dialogu? Sepse kur ka heshtje, sikur po e përjetojmë sikur jemi në një ambient të ftohët. Publiku do të ketë mundësi që ta ndjej edhe atë, edhe dialogun, jemi në skenë, publiku do jetë në skenë, është në tredimensionalitet, e kam shtruar shumë afër, kam dëshirë me ju pa krejt, çdo fsham, çdo lëvizje, aktorët me ju pa me qenë shumë afër publiku. Një. Por do të ketë edhe dramë të drejt për drejt fizike, sepse ai e maltreton, është të vërtet që e maltreton ky gardiani, ato e kanë maltretuar shumë. Kam informata që të mërësisht e kanë maltretuar në burg. Ne kemi dhënë disa elemente të caktuar që nështë na janë dashur që t'i japim edhe këto ide, të paktën me disa lëvizje, jo shumë, por të mjaftueshme besoj që janë. Publiku uroj që ta marrë në mënyrën e tij, ta shijoj në mënyrën e tij, ne nuk duam dhe nuk dëshirojmë që t'i imponojmë, ata e marrin vetë. Kjo është ajo. Po si duhet të dalë publiku? Me çfarë pyet? Duhet të dalë i revoltuar, i tronditur, apo më i vetëdijshëm? Dhe të kaluar ndoshta trijat së bashku, por kjo e fundit duhet të jetë mesazh qenësor për një krijues, sepse artistët, edhe pse nuk duhet kur që të thonë që ne kemi bërë shfaqje për të japë një mesazh, por megjithatë vepra duhet ta ketë një mesazh të fshehur dhe njerëzit le ta marrin në mënyrën e vet secili, pa u imponuar ne si krijues në këtë rast, kështu që uroj që ta sjellim në një mënyrë të pranueshme për ata dhe vërtet pas një lloj kalkulimi kemi punuar të gjithë së bashku në shfaqje. Unë do doja sepse njëkohësisht ju keni përgatitur edhe një shfaqje tjetër në Kroaci, unë dua ta përmendim sakrificën që e keni bërë. Premiera është fatkeqësisht, është ditën e nesërme, premiera një sakrificë që po bëhet për këtë shfaqje, nga personalisht ju, mirë po të na tregoni se çfarë po ndodh në Kroaci nesër. Është premiera e shfaqjes Kukulla, në regji të Naserit, miqdashur, por fatkeqësisht nuk do të ketë mundësi që të jetë prezent atje, sepse këtu i ka provat. Ju ndodh shpesh që të keni kështu ndeshje të dy projekteve. Nuk më ka ndodhur që premierët mos jem është e vërtet, por në këtë rast unë veç e kisha konfirmuar shkurjen mirë, por neve domethënë e mendoja që këtë shfaqje do ta kryejmë ndoshta edhe më herët, mirë po procesi i punës këtu ishte goxhaj voluminoz dhe u desh që ta pjekëm më shumë shfaqjen dhe nuk arritëm. Është edhe një temë shumë e ndjeshme. Është temë shumë e madhe, kështu që nesër Kukulla në teatrin... Gjitha ta shqiptare që i kemi në Kroaci në Zagreb, në teatrin... Hristian, kam qenë në teatr, është një teatr shumë i mirë, është profesional, një objekt shumë i mirë, ka një histori të begata i teatr. Shfaqja është në gjuhën shqipe? Shfaqja është në gjuhën shqipe, autor është Miro Gavran, unë sigurisht që e kam përpunuar, kam përshtat. Janë dy aktorë, është Leonard Hamita, që është edhe producent i shfaqjes, dhe Qëndresa Jashare, që vjen nga Prishtina, aktore e jona e Kosovës, por është pritur mirë, në Prishtinë kemi pas premier, kështu që shfaqja është ekskluzivitet, si të është për Zagrebin, se për atje është punuar, sigurisht që do jetë autori Miro Gavran aty dhe do jenë të tjerët, por unë vetëm mundem në përmes valve, në përmes ekranit të uj, tua dërgoj mesazhet. Se kemi edhe shumë shikues, edhe nga Kroacia që na shkruajnë që i kemi në ndërkohë. Por me shfaqjen që tani po përgatis në jam me që jemi sekondat e fundit, një shkurtimisht. A është një histori për një njeri apo për fatin një populli të tërë? Për fatin e gjithë popujve që kanë histori paka shumë të parafort. Sot janë luftrat e mëdha u zhvilluar në botë. Shumë po zhduken, shumë po vdesin dhe kjo është temë globale, të jemi sinqert. Kjo është temë globale që i thret të gjithë për vëmendje, të gjithë popujt, të gjithë ata, sidomos këto popujt që kanë histori paka shumë të ngjashme me neve dhe vujtje të mëdha fëmijë këto. Kështu që e përkon me Ballkanin, sigurisht që këtu është esenca, thelbi, mirë po sigurisht që është edhe në një konstelacion global. Që ndodhin. Nëse të falenderoj shumë që ishe prezent sot në emisionin tonë, të dëshirojmë suksese dhe u arritë ajo që
ti dëshiron. Shumë faleminderit kënaqësia e veçantë jone. E me si për premierën. Sigurisht që do të jemi prezent në premier. Miq dashur, së shpejti në Teatrin Shqiptar në Shkup, shfaqja për te hekurave ose për te grillave.